Në fushatën për zgjedhjet e pritshme politike të 11 majit, shëndetësia ka një fokus të veçantë në ligjërimin e kandidatëve. Kandidatët garues në listat e hapura në Tiranë, Ilir Ali Mehmeti nga Partia Demokratike dhe Entela Ramos Saçaj e Partisë Socialiste, njohës të kësaj fushe, vinë në episodin e radhës në Faktoje Pikal, ballë për ballë me faktet, me argumentat përkatëse rreth çështjeve kryesore në sektorin e shëndetësisë. 12 vite përpara, kur qeveria socialiste mori pushtetin, ka gjetë një shëndetësi, po themi, në kushte të mjerueshme, pse mos ta themi këtë fjalë. Kishim spitale të rënuara, spitale të pa investuara, kishim mungesa të theksuara në medikamente, kishim kushte të vështira për pacientin në spital, mungonin programe të rëndësishme të cilat janë parandalimi, depistimi apo edhe shumë medikamente për të mjekuar një gamë të gjerë sëmundjesh tumorale, gjë e cila në fakt për hir të së vërtetës, sot që flasim ka ndryshuar katërcipërisht. Radh parë kemi një sistem të nënfinancuar, sepse shëndetësia nuk ka si tjetë falas, kjo ishte gënjeshtra e parë e rilindjes, që tha shëndetësi falë. Shëndeti kushton, shëndetësia kushton, patjetër para që duhen gjenerohen dhe të mbështeten nga shpenzimi publik buxhetor i shtetit. Ne kemi patur një rritje progresive të buxheteve të dedikuar shëndetësisë dhe patjetër që ka një rritje, një trefishim të këtij buxheti nga 250 milion euro në mbi 760 milion euro aktualisht për 2025-ën. U premtu nga Edi Rama 2013 që buxhetimi do ishte 5% i prodhimit brendshëm bruto. Sot që flasim 2025-ën, pas 12 vitesh që e shkruan buxhetin vet, është 2.9% e prodhimit brendshëm bruto. Neve si Parti Demokratike në dhjetor të 2024-s kërkuam amendament të buxhetit të shëndetësisë të ishte 5% e prodhimit brendshëm bruto për 2025-ën, që në fakt ishte edhe premtimi i Partisë Socialiste dhe Partia Socialiste votoi kundër. Sa përqind po themi të prodhimit të brendshëm bruto apo të GDP-s, ne jemi në vlerat e 2.9% që patjetër në 4 vjeçarin e ardhshëm, duke rritur gjithmonë më shumë buxhetet e financimin për shëndetësinë, ne mendojmë që kjo do të jetë patjetër një shifër në dinamik dhe në rritje. I dyti element është që ky buxhetim keq përdoret, keq menaxhohet dhe abuzohet. Kujtoj këtu koncesionet shëndetësi, cilët vetëm për vitin 2025 kanë marrë 53 milion euro. Vetëm për 2025. Po t'i shtim në 10 vite, bëni kalkulimet vetë. Ndërkohë që mos gabohem unë, fondi i sigurimeve siguron rreth, pra që përpaguim neve nga sigurime shëndetësor, rreth 180 milion euro. 53 hikin direkt për koncesione. Pra, buxheti që ne po diskutojmë sot dhe që alokohet sot që flasim për kontratat koncesionare, patjetër që ka ndikuar drejt për drejt për shërbime më cilësore për qytetarët, për shërbime më të shpejta për ta, patjetër edhe për të krijuar, për t'i dhënë një mundësi qytetarit që ta marrë këtë shërbim afër vendbanimit. Patjetër neve nuk është se prodhojmë medikamente, pajisje dhe i prokurojmë ato. Dhe kjo është krejtësisht normale që këto shërbime dhe të kushten dhe kanë një kosto të tyre dhe kompanitë cilat e prodhojnë patjetër kanë dhe një përfitim të tyre, se përndryshe nuk e bëjnë asgjë. Neve kërkojmë të shkojmë sërish atje ku është kërkuar fillimisht, ju e dini, se është kërkuar dhe sokoj nga Ministri i Ekonomisë Çdo Shkëlqen Cani, që thotë pse nuk ndiqet rruga e prokurimeve publike për këto? Pse po ndiqet rruga e koncesioneve? Ne do shkojmë ke prokurimet publike, normale. Nuk mund të jemi neve që diçka që kushton 1 lek, ta paguajmë 6 lek. Rimbursimi i ilaçeve, i cili qanë shumë, ju e dini që shumë mjekime sot kanë hyrë dhe tani pacientët duhet dhe të paguajnë një pjesë parave nga xhepi, sidomos mosha më e vjetër, ndërkohë që kjo duhet jetë me programin ton 90 deri 100% të rimbursueshme, pra barnat alternativës parë nuk diskutohen fare. Kemi trefishuar edhe buxhetin e dedikuar për barnat e listës së rimbursueshme, ku patjetër që është rritur mjaft edhe numri dhe alternativat dhe gama e këtyre barnave që sot qytetarëve ju ofrohen me rimbursim 100%. Sot ne kemi mbi 1200, rreth 1300 alternativa barnash të rimbursuara në listën e rimbursimit, që ofrohen qytetarëve jo vetëm të siguruar, por edhe rreth 600.000 qytetarë që ne i kemi pa sigurim.
Dhe nga krau tjetër edhe jo vetëm rimbursimi, po dhe cilësia mjekimeve, sepse ne sot kemi diskutim të madh këto mjekima janë cilësore apo jo. Duke rritur buxhetin për barnat, ne kemi bërë të mundur që të fusim gjithmonë më shumë barna inovatore, barna cilësore. Për sa i përket tumoreve, plani është krijimi i atij që ne quajmë Instituti Kombëtar i Tumoreve, me modelin më të mirë të Italisë dhe të Gjermanisë. Sepse kemi parë që këtu kemi një problematik madhore, jo vetëm për shkakun e skandalit, po sepse kjo është një smundje e gjatë drobitëse për pacientët dhe familjarët, dhe është e nevojshme një kujdes dhe vëmendje veçantë dhe shpërndarje përsëri e sistemit shëndetësor në të gjithë qarqet. Në 2013 nuk kemi patur as alternativat e linjës së parë të trajtimit të sëmundjeve tumorale. Në 2018 kemi mbuluar 2 alternativa, 2 linja trajtimi për sëmundje tumorale, ndërsa sot mendojmë që ne të futim gjithmonë më shumë barna inovatore, barna imunologjike, biologjike për të trajtuar edhe sëmurët me sëmundje tumorale. Por nga ana tjetër ne synojmë të përmirësojmë, po themi, diagnostikën e sëmundjeve tumorale, por edhe trajtimin e tyre edhe me radioterapi. Autonomia spitalore, qoftë se bëhet ashtu siç duhet, se kjo është e rëndësishme ta themi, është diçka pozitive. Është diçka pozitive, ka dhënë rezultate dhe është një politikë e djathtë, pa diskutim. Ndryshimi është që tek ne Edi Rama këtë autonominë spitalore nuk e ka për këtë arsye. Ju e dini që autonomia spitalore do të thotë në radhë parë të kesh autonomi financiare. E bën dot drejtori i spitalit sot që ne blerjet, prokurimet, ndërtimet e spitaleve të reja, punësie pa okejnë e ministrisë, nuk e bën. Atëherë çfarë autonomi është kjo? I dhan nga një cop letre A4, një karton 4 drejtorëve, e vun ata ke murin, e bën kjo spitalin, kjo copa letre spitalin autonom? Realisht filluam me 6 spitalet e para dhe sot që flasim ne kemi shtuar edhe një 6 spitale të tjera, të cilët kanë aplikuar për kartën e autonomisë menaxheriale, e cila në fakt jap rrugën edhe autonomisë financiare në vijim. Që çfarë do të thotë? Autonomia menaxheriale duke bërë të mundur që çdo spital të menaxhojë vetë nëpërmjet një bordi drejtimi, burimet e veta, bën të mundur që ata vetë të evidentojnë në çdo moment ku i kanë problematikat, kush janë shërbimet që duan të zhvillojnë. Mos të harrojmë një element kyç që është burimet njerëzore. Fund fare mjekësia është për njerëz dhe bëhet nga njerëz të tjerë, që do të thotë hemorragjia mjekëve dhe infermierëve që e kemi madhore, duhet ta kemi parasysh shumë mirë pse po na ikin, ne e dimë se po ikim. 3 arsyet kyçe pse neve na ikin të rinjt në fushën e mjekësisë janë: një e para është mbështetja ekonomike, e cila është rroga më e ulët në të gjithë jo vetëm Bashkimin Evropian, por në gjithë Europën, se na kalon dhe Kosova. Dhe për këtë ne kemi në plan pikërisht dyfishimin e pagave të mjekëve dhe të infermierëve. Elementi i dytë është mungesa e avancimit të karrierë. Dhe e treta, është mundësia profesionale, specializimi. Në fakt, sa i përket stafeve shëndetësore dhe diskutimit tashmë në lidhje me largimin e mjekëve apo të infermierëve, është një diskutim që ne jemi përgjigjur me masa konkrete, realisht. Por, që nuk është një fenomen vetëm shqiptar. Si Ministria e Shëndetësisë kemi plotësuar nevojat me mjek specialist në të gjithë vendin, është shoqëruar nga ana tjetër edhe me përmirësimin e kushteve të punës, siç e përmenda, me rritjen e rrogës, kemi trefishuar pagën për mjekët vitet e fundit. Sot që flasim, një mjek paguhet rreth 1.600 euro. Në 4 vitet e ardhshme, në fund të viteve në 2030, ne synojmë që këto paga të kapin shifrën 2.000 euro, paga mesatare e mjekëve. Dhe sidomos e mjekëve specialist që ka pësuar një rritje të jashtëzakonshme në vitet e fundit, por nga ana tjetër edhe mjekëve të përgjithshëm dhe infermierëve. Tashmë kemi qindra mjekë që ikin çdo vit. Dhe kemi shumë më tepër infermierë që ikin çdo vit. Ne kemi numrin më të vogël të mjekëve për 1.000 banor në të gjithë Europën. Gjithashtu kemi një qeveri e cila mjekët nuk i shef si pjesë dinjitoze e popullatës, në fund fare ditës secili nga ne profesionet e veta do të trajtohet me dinjitet,
po i shef si njerëz cilët duhet të urdhërojë dhe të çojë me detyrim atje ku do vetë, njëjtë siç kanë bërë 50 vite më parë. Pikat më të forta në të ardhmen janë jo vetëm që ne të vazhdojmë programet dhe reformat e nisura, siç përmendëm, autonominë spitalore, investimet për infrastrukturë, investimet për pajisje, që janë patjetër në vijim dhe do të vazhdojnë në 4 vitet e ardhshme, por ajo që ne duam të bëjmë dhe e mendojmë që do ta realizojmë brenda 4 vjeçarit të ardhshëm, është patjetër rritja e mëtejshme cilësore e shërbimeve për qytetarin, në mënyrë që qytetari të marrë shërbime të tilla afër vendbanimit të tij, jo vetëm në spitalet e mëdha universitare apo në Tiranë. Ka shumë mundësira për të vënë funksion, cilat janë gati. Nuk po themi neve që do të bëjmë ne mrekullit. Mrekullit janë të ndrojmë mindsetin, të ndrojmë mentalitetin dhe të themi që shteti është i pari, atëherë ne këtë shtet duhet ta financojmë, nuk duhet ta abuzojmë, duhet ta menaxhojmë mirë dhe kush fut duret ke ky buxhet, duhet i pritet duret.